studio ti apon gjyqin dikuj. Cila është e drejta jote që ti në studio televizive me gjyku dikon? Cila është? Që shukojmë këtë? Fol! Bala ta ka ftof, ma. Mos u vë maksus. Mos u vë maksus. Çka ma shtroi? Stia, çka ka? Po peshon media, ju bën gjyq publik. Pa të drejtë zoti Sadi. Sot Media është një segment i rëndësishëm i shoqërisë liberale. Mediat e lira. Ato që si shmin lojme, ato që së registruon për Serbia, ato që ta njojnë emrin e religjit. Zoti Goshi, nuk ekziston mo ajo, po mashton. Jo, që ata gazetor që tutet pihijes vet, vish me për një dhërë shërje dhe redaktori. Jo s'du me thonë. Po s'du se s'di. Po s'du. Po ti po ren. Po mashton. Po spekulon. Ti po spekulon. Po manipulon. Ti po manipulon. Zoti Goshi, se ti e në shtru Albin Kuti një shtra, nuk do më onë që krejt një shoqënim mos është e kundërta. Nuk do më onë më ushtra një shoqënim. Unë e kurajoj media e ka fitu luftën për demokrati kundër diktaturës Kosovë. Mediat e lira. Gash, nëse ka prorë. Mediat Kosovë shumë tira pavora kanë thonë shumë agjensi kredibile potnore. Me të pak, ma thoshë, nëse ka problem ai me pronarin e korporatës ose aksionarin e korporatës ose këtë tjetër, s'ka problem me ata gazetarë. Ata ka 20 vjet i ka. Vetëm pak, s'ka për konë raportojnë ata. Po, raportojnë ata në gazetarë, me që Për publikun më Po, ata raportojnë, po që se jo. Ata në që se ko kanë gazetarë. Jo, vetëm pak. Gazetarë kush ja ban politike redaksionale, kush ju tregon çka me fol, çka mos me fol, kush tregon. Po tani nuk e di nuk e di sa i tregojnë ato çka me fol. Po jo më ata çet pri punës, ngrasin edhe shkretin aty. Po prandaj po them mos i drejtohet gazetar, mos sa ignoron gazetarin, për gazetarin duhet të ketë respekt. Zoti Goshi. Për shefin e gazetarit mund të mos ketë respekt. Zoti Sadi kon ka çeti. Është një problem shteti. Zoti Sadi. Shikoj fotografinë edhe një herë. Sekondër që ata shefat, vetëm sekondër të këja. Që është Albinit. Po. Falë, ajo s'është e oligarkëve. Është Albini. Po aty te mikrofoni. A ka Albini aktivistin e vet drejtor. A ka vetë vendosur aktivistin e vet aty. Pas shkon Albini, si shkon ai mikrofon to, ko hali. O shok, s'ka logjik jo. O shok, si shkon ti funi RTK-s, ti shkon e çot mirë në shtrum deri nash. A kupton ti këto? 2 metra burr, mund në shtrum deri nash. Ai i fiksuar, çfarë kuptoj, i shashtrisu. Çu shoh media, çu shoh kolektu. Shohën edhe mirë bele. Gaj. Diskutoj më me ty. Tani mos diskuto. Nuk e di se sa mikrofona ishin aty, vetëm ju duket interesant, po unë po them gjithsesi duhet bëhet dallimi. Jo të gjitha media. Duhet bëhet dallimi, jo se gazetarët s'kan faj gazetarët, ata që e bajnë mikrofon, ata s'kan shku me regjistru. Jo më çon gjuna, se gjuna. Edhe kush po thotë gjuna? Se kanë bërë ata. Me çfarë do të quti gjuna ti kon? Vetëm pak matoshi, se jemi duke i ngritur tonë. A penin, po jon për gjuna, jon për gjuna, jon për gjuna. Si duke dëgju kur ka brit. Ko profesion. E kanë gjenë me Vetëm pak. Diferenca duhet bëhet, pret se Diferenca duhet bëhet. Diferenca duhet bëhet, ai gazetari ka 18 vjet, 19 vjet, 20 vjet. Më është futur diçka tjetër. Jo, po them ato. Diferencat e mediat, se po edhe te mediat, po edhe te ata, se ata i duhet punoj dikon. Natyrisht. Apo kupton? Natyrisht. Edhe ai duhet raportoj. S'ka të bëj, nuk ka të bëj me gazetarin. Kush? Po gazetar me gazetarin, nuk ka të bëj me injorimin e raportimit për të mirën e publikut, nuk bën nga oligarkët, po bën nga gazetarët. Bëj me kush ja vjep rrogat aty në gazetarëve të shkret. Se interesante kishte patur edhe deklaratën. Ti shkret je vetë, mos i thuaj shkret kërkuj. A pa Lutfi Azirin se çfarë i tha? Jo, unë e poshtë e pa Lutfi Azirin i tha asaj gazetarës i tha e ke shefin e fort, më të fortë se këta. Se këta. Po, që ju referua dhe për shefin, Lutfi Aziri, më befasoj me të drejtë, se se kam dëgjuar lutën duke... Ako kam prish me ata sponsorat atë? Unë e posh... Po jo se për ata... Si ishte për... Për devullën e pati. Deputetin e vetë vendosës Demal Bosha, i cili e kritikon gazetorin e RTK-s pëse ju ka bashkue mediave tjera, ku thot këta pagun me pore tona, bile ajo dosh me najt. Qysh me najt ajo, dosh me najt? RTK-ja, nuk është RTK-ja, e Demal Boshës. A s'ko ka tasha?
Jo. A është apo s'është, për caktuar. Se ke vini dhomë vetë vendosja e ka RTK-ja tash do të ka mikrofonin tokë. S'është të vërtetë. Koncentrohu, zoti Zadiku. Ai kanë marrë se kanë Aktivistë vetë kanë zgjedhur drejtor